الحمد لله الذي أثابنا بثواب الصيام وقيام ولا يقطع نعمته عنا بالمعاصي والأثام. سبحان الذي قال في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكبروا الله تكبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله فيما قال وكبروا الله تكبيرا. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكبروا الله تكبيرا. Të nderuar e të respektuar besimtar, vëllezër e motra. Sot është dita e Fitr Bajramit, dita e gëzimit, falënderimit dhe shpërblimit për ata që e përjetuan Ramazanin me besim dhe përkushtim. Është dita kur mëshira e Allahut shfaqet dhe zemrat mbushen me dritë e qetësi. Ramazani nuk ishte një muaj që kaloi, po një shkollë që na mësoi durimin, vetëmbajtjen dhe na mundësoi afrimin te Zoti. Në të mësuam të kontrollojmë veten, të shtojmë adhurimin dhe të pastrojmë zemrat tona. Bajrami si fest nuk është fundi i ibadetit, por fillimi i qëndrueshmërisë. Qytetarë të nderuar, morali është fryti më i bukur dhe më i vlefshëm i Ramazanit. Agjërimi nuk ishte vetëm për të ndaluar urinë dhe etjen, por për të pastruar zemrën dhe për të fisikruar shpirtin. Ai erdhi që ne të largohemi nga padrejtësia, nga fjalët e këqija, nga përgojimi e arroganca dhe të zbukurohemi me sinqeritet, butësi dhe drejtësi. Allahu e lartësoi të dërguarin e tij duke përshkruar me moral madhështor për të na treguar se kulmi i besimit është sjellja dhe edukata e mirë. Zoti thot: dhe me të vërtet ti je me virtyte të larta të moralit. Kurani fisnik është libër udhërrëfyes, besnik që duhet jetojë në zemrat dhe veprat tona. Nuk zbriti që të vendoset në rafte me respekt formal, por që të ngrihet në jetën tonë si dritë, si drejtim, si shpëtim. Andaj të dashur besimtar, dijeni mirë se nuk ka mburojë më të fortë për ne se Kurani, që na udhëzon në vazhdimsi drejt dashurisë për Zotin, për jetën, për njeriun e për vatanin. Të dashur prindër, mos i lini fëmijët në mshirën e kohës. Mos i dorëzoni edukimin e tyre ekraneve që nuk njohin moral as turp, as kufi. Mos lejoni që zemrat e tyre të mbeten larg dritës së Kur'anit.
afrojni me xhamit që të njohin për ulësinë dhe devotshmërinë. Afrojni me dijen që të dallojnë të vërtetën nga e kota, sepse një shoqëri e shëndosh ndërtohet me zemra të pastra, me moral të lartë, me edukat dhe me dashuri për fenë dhe për atë dheun. Të dashur vëllezër e motra, në kohën e sotme, për të përballur me krizën morale e sociale që po prek mbar njerëzimin, kërkohet domosdoshmërisht respekti ndaj pluralizmit dhe pranimi i dallimeve mes individëve, komuniteteve, kombeve, pas një formë dominimi ekonomik, kulturor apo ushtarak. Bashkësia njerëzore nuk është vetëm një nevojë sociale, por një parim i thellë fetar dhe kombëtar i rrënjosur në historinë dhe identitetin e popujve tanë. Në realitetin e sotëm, ku egoizmi, urrëtia dhe konflikti shpesh sundojnë marrëdhëniet ndërnjerëzore dhe ndërkombëtare, kuptimi i vërtetë i dashurisë dhe paqes duket si përjashtim nga rregulli. Fetë megjithatë erdhen si mesazh paqeje, duke ofruar udhëzime për respekt të ndërsjellë, mirëkuptim dhe bashkëpunim ndërnjerëzor. Besimet e fetë nga njerëz të padijshëm shpesh akuzohen për përçarje, ndërkohë që thelbi i tyre i vërtetë është nxitja e solidaritetit dhe dialogut. Sipas Islamit nuk mund të imagjinohet që njerëzit do të bashkohen në një fe apo kulturë të vetme, nga se krijimi i dallimeve mes njerëzve tregon madhështinë dhe vullnetin e Zotit, i cili shumë qartë në Kur'an na thotë: sikur të kishte dashur Zoti yt, të gjithë njerëzit do t'i bashkonte në një bashkësi të vetme, por ata vazhdojnë të jenë në kundërshtime. Pra, Kurani na dëshmon se diversiteti është një element i pandashëm i natyrës njerëzore, që duhet kuptuar dhe respektuar në mënyrë të përgjithshme. Nga perspektiva e Islamit, bashkëjetesa nuk është thjesht tolerancë. Ajo është një parim i bazuar mbi dashuri, respekt dhe drejtësi. Në këtë kuadër përçarjet, urrëtia dhe fyrjet që shpërndahen mes bijve të njëjtit komb janë jo vetëm kërcënim moral, por edhe shkelje thelbi të identitetit kombëtar dhe fetar. Bashkëjetesa e bazuar mbi respekt reciprok dhe vlerësim të dallimeve është rruga e vetme për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, të qëndrueshme, që jeton në paqe e në harmoni. Të dashur vëllezër e motra, s'ka dyshim se edhe shoqëria jonë sot po përballet me sfida të shumta. Shpesh shohim tensione, përçarje dhe vështirësi në zgjidhjen e problemeve edhe politike apo sociale, të cilat direkt prekin jetën e qytetarëve. Duhet ditur se dialogu është më i fortë se përçarja, se urtësia është më e fortë se zemrimi, se përgjegjësia është më e fortë se interesi personal. Nëse këto vlera i kultivojmë në jetën tonë shoqërore dhe publike, shumë probleme do të zgjidheshin më lehtë. Megjithatë, të mos humbasim shpresën, nga se shpresa është forca që e mban një popull gjallë. Si udhëheq shpirtëror dhe si përfaqësues i një institucioni që historikisht ka qenë pranë popullit në momentet më të rëndësishme të historisë sonë, ndjej obligim moral dhe qytetar të drejtohem me një fjalë të sinqertë ndaj faktorit politik të vendit tonë. Duhet ditur të gjithë, pa përjashtim, se shteti dhe institucionet e saja janë amanet i qytetarëve dhe përgjegjësi që ju besohet përfaqësuesve politik për të shërbyer me ndershmëri, maturi dhe vizion për të mirën e përbashkët. Prandaj, është e papranueshme që sot, në kohë paqe dhe në kushte të një sistemi demokratik, vendi ynë të ngesë për shkak të mungesës së vullnetit politik
për kompromis, dialog, përgjegjësi dhe për pasojë zhvillimi i shoqërisë tonë të mbetet peng i krizave politike. Në momente të tilla kërkohet maturi e vetdije lartë shtetërore. Kërkohet kulturë dialogu dhe mbi të gjitha kërkohet sakrificë për të vendosur interesin e vendit të kombit mbi çdo interes tjetër. Shoqëria jonë ka nevojë për më shumë urtësi në politikë, për më shumë kulturë dialogu dhe për më shumë ndjenjë përgjegjësie ndaj interesit publik. Historia do të gjykojë jo vetëm për vendimet që janë marrë, por edhe për momentet kur përgjegjësia është mangur. Lusim Zotin që të na bekojë me urtësi e drejtësi, që të jemi në nivel të përgjegjësisë që mbajmë për të ardhmen e vendit e kombit, qoftë si individ apo si shoqëri. Zoti i Madhërisëm na bëhet prej atyre që ndërtojnë familje të forta, rini të ndershme dhe një shoqëri me besim moral dhe dashuri për atë dheun. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala fi kitabihil karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون